Krimi për pronën në Has, ky është personi që ekzekutoi 34 vjeçarin. Autori reagoi pas ngjarjes në rrjetet sociale. Mudesh të vrisja dikë. Personi në foto është 41 vjeçari Yl Beriaku, i cili vrau marmëzjari pas ditën e sotme në Has 34 vjeçarin Ryshyt Sallahu, pas një konflikti mes familjarëve të tyre për motive pronësie. Pasi kreu krimin, Yl Beriaku ka bërë një postim në rrjetet sociale lidhur me vrasjen, ku krahas fotos së tij shkruan: "Mudesh të vrisja njërin prej tyre thjesht duke përdorur një pistolet. Arsyeja ishte e qartë, për t'u dhënë një mësim të tjerëve." Mësohet se 2 ditë më parë, pjesëtar të familjes Sallahu dhunuan baban dhe nënën e autorit. 2 prindrit e autorit ndodhen në spitalin e traumës ku po marrin ndihmë mjekësore. Sot 41 vjeçari ka marrë armën dhe ka vrarë 34 vjeçarin në shenjë hakmarrje për dhunë ndaj prindërve të tij. Burimet bëjnë me dije se konflikti për motive pronësie mes familjes Jaku dhe Sallahu vjen prej mbi 10 vitesh. Familja Jaku ka bërë mbi 20 kallëzime ndër vite për konfliktin. Kallëzimet janë bërë nga babai i autorit, i cili u kërkonte institucioneve zgjidhjen e konfliktit.